Aksioni për çlirimin e hapësirave publike të zaptuara prej vitesh në Shkodër po vijon me ndërhyrje konkrete në disa zona të qytetit, duke rikthyer hapësirat në funksion të komunitetit dhe nxënësve të shkollave. Pranë gjimnazit 28 nëntori është ndërhyrë me prishjen e strukturës së jashtme të subjektit Pizzeri Italia, ndërkohë që puna do të vijojë me hapjen dhe sistemimin e plotë të hapësirës përreth, në funksion të nxënësve dhe banorëve të zonës. Kryetari i Bashkisë Shkodër ka zhvilluar edhe një takim me pronarin e restorantit Mirsad Bërdica, duke vlerësuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e treguar për lirimin e hapësirës publike. Unë ta kam vlerësuar shumë që na e ke bë pa fjalë edhe ke bë si zotëri. Për mua është shembull qytetarie dhe ta vlerësoj shumë. Sigurisht bashkia do të jetë në dispozicion tuaj për çka ke nevojë brenda rregullave, po hapja e shkollës këtu dhe iniciativa jote e parë me bëj pari hapjen dhe lirimin e shkollës, ne kemi mundësi që edhe këtë tjerët që i kemi lënë një afat edhe po i presim dhe pak ta lirojnë dhe ata, sepse duhet liru, të gjithë duhet me kombinu dhe të hapet hapësira e shkollës. Veprimi jote është të tregues shumë i mirë i qytetarisë dhe i bashkëpunimit me bashkinë. Çka ka ndodhur tash? Ti e shikon. Gard, byll, blloku shkolla, marr frymër shkollës, fëmijët s'po din, dritaret s'po shohin dritë, zhurmat e pajisjeve në anë të shkollës, jo kondicionera, jo generator. Kështu që ne të hapim shkollën, ta lirojmë, ti i pari, unë të falenderoj për iniciativën që ke marrë. Për gjithë komunitetin. Bravo. Ky rast konsiderohet një shembull pozitiv i bashkëpunimit mes institucioneve dhe biznesit, duke treguar se qyteti ndërtohet bashk, me rregull, mirëkuptim dhe përgjegjësi ndaj hapësirës së përbashkët.